Në fakt besoj të gjithë janë njohur me lajmet e ditës sotme dhe sot e kuptuam të gjithë se çfarë nuk kuptojmë me standard europian kur flasin qeveritarët tanë, nuk kuptojmë standardin që keni adoptuar të Federica Mogherinit, që keni dhe rektoret Kolegjit e Europës. Me thënë drejtën, zoti kryetar, jam në një dilemë. Nëse këta janë të korruptuar dhe zgjedhin si shokët e tyre për të bashkëpunuar këtu në Shqipëri, apo vinë këtu dhe masterizohen nga mjeshtrat e qeverisë për të bërë të korruptuar. Ndjes, po kjo nuk është procedurë. Kam një kërkesë procedurale, zoti Peleshi. Kjo nuk është procedurë. Zoti Shea i ka kërkuar fjalën procedurë? Cila është procedura? Rregullore, votim, seancë. Këto kanë urdhro. Qofse ma le ta mbaroj, ndoshta kam një propozim që ky kuvend të reagoj, sepse bëhet fjalë, zoti Peleshi, për një vendimi numër 1 i datës 29/5/2013 i Këshillit Kombëtar të Territorit, që ka miratuar një leje zhvillimi për një kampus universitar atje, që është shqetësimi, besoj, i gjithë kolegëve që ne ta diskutojmë, sepse ky kampus u zhduk dhe ju dha Kolegjit të Europës, dhe ju dha dhe 17 milion euro nga taksat e shqiptarëve për të ndërtuar. Tani shqetësimi, besoj, gjithë deputetëve janë se si ne mund ta fusim këtë gjë në diskutimin e rendit të ditës sot, se si diskutojmë ku kanë shkuar taksat e shqiptarëve, a është një korruptuar më shumë në aferat e qeverisë, sepse këto janë të gjitha me interes se studentët dhe pedagogët shqiptarë do duhet kishin bërë në këto kushte mësim sot, sipas kësaj leje. Dhe kur protestonin të rinjtë e FRPD-s, ju i thoshit që jeni kundra Europës, ju i thoshit që jeni kundra standardeve europiane. Fakt ne ishim kundra korrupsionit dhe duam këto standarde për qytetarët shqiptarë. Besoj ky është shqetësimi të gjithëve. Faleminderit. Tani për zonjën Zhupa dhe për gjithë deputetët e tjerë, sot është një seancë, ju e dini, me një rendite dedikuar çështjeve të evidentuara nga në komunitetet tona. Nuk është një seancë e zakonshme ku mund bëjmë propozime dhe të futim pika tjera në rendin e ditës, megjithëse nuk ishte edhe një propozim as për rendin e ditës ky juaj zonja Zhupa. Kanë kërkuar fjalën për procedurë 5 deputet, natyrisht nëse keni diçka që lidhet me sot s'ka votim, sot s'ka rendite tjetër përveç këtij dhe nuk e di se çfarë mund të jetë. Gjithsesi mos i ngelet hatri askujt nëse do t'i pres fjalën nëse s'është procedurë. U bën 2 seanca që nuk po bëjmë dot diskutimet për çështjet evidentuara nga komuniteti. Ato nuk janë të dorës së fundit, madje janë të dorës së parë. Ndaj ju lutem përmbajuni rregullore. Zoti Sheaj.